Kaleshi Center from Albania, Mrs. Anila Kaleshi, President, and Mrs. Liliana Kaleshi, Co-President. Kaleshi Center from Albania is honored here tonight in New York with the 2010 International Quality Summit Award before delegates from companies, from countries, from 65 countries around the world. Kaleshi Center from Albania. Kaleshi Center, Madame Anila Kaleshi et Madame Liliana Kaleshi d'Albanie. Është një trofe vërtet mjaft prestigjioze pasi ne jemi radhitur si elite member nga Konfederata Botërore e Biznesit. Dhe Konfederata Botërore e Biznesit ka sjellë një trofe tjetër e cila duhet jetë duke mbritur pasi është paketuar ditën e njëjtë në pamundësi për të vajtur për që në prezent në atë event. Tu që shikoni janë 4 trofe të marra në Paris, në Londër, në New York dhe në Frankfurt. Është vërtet një punë kolosale, një punë mjaft e mundimshme, lodhshme, mjaft klient të kënaqur, një punë mjaft rezultative që vërtet është pasqyruar në këtë trofe. Menjëherë pas një transferimi që bëri familja jonë në Tiranë dhe një shtys e marrë nga një mik familje, ku goca e tij studionte për fizioterapi në Beograd, ambientet disponibël i kishim dhe duke pasur parasysh që unë rrjedh nga një familje sportistësh me një karrierë të shkëlqyer sportive, prindrit e mi donin nuk donin, ishin të prirur që të kishin një forma perfekte trupore, ndaj dhe kjo ishte duke bashkuar mundësitë ekonomike, dëshira dhe momenti, erdhin të trija në kohën e dur dhe vendosën të mbaroja një shkollë fizioterapie në Beograd. Më pas, specializimet kanë ardhur rallësi në Itali dhe masteret e fundit në Londër dhe në Amerikë. Duke përdorur një mbiemër të njohur, por duke pretenduar që asnjëherë ky mbiemër ne të ecnim në mbiemrin që kishim, por të vazhdonte dhe të rritej. Dhe Imati është vërtet shumë krenar dhe thotë që më duket se më ke ngjarë mua me këtë trofet, pasi vërtet mbiemrin arrita ta ngrej në majat më të larta. Quality Commitment Paris 2009 ceremony. Mrs. Anila Kaleshi 2010, supported by Business Initiative Direction. I'm very honored to be here in this award. And from countries, people, and services in Europe and London. I know that today in this room we have a very high standard. I feel very proud about all the countries that are here. There are more than close to 50 countries are visiting London with only one goal. Center 2010 is the honor of receiving the International Quality Crown Award 2010 here in London is Mrs. Anila Kaleshi. De l'Albanie. Mrs. Anila Kaleshi. Hello to everyone. 100 employees. Aesthetic Center in Albania. Limited Internet Company. Thank you everyone. Quality Crown është e marrë në Londër në 28-29 nëntor të 2010-s. Dhe kjo për një event special, pasi ne kishim festën e pavarësisë në Shqipëri dhe në Londër, në Goldman Hotel, në sallonet e të këtij hoteli të shkëlqyer, jepej një trofe për Kaleshi Center për Shqipërinë. Kam shumë për të dhënë në këtë vend dhe pse jo, unë këtu jam rritur, këtu jam ngritur profesionalisht dhe pse jo duhet të shfaq të palos aftësitë e mia këtu. Ndihem mjaft të mirë, jam mjaft e lumtur me rezultatet dhe punën e arritur deri më sot. Jam mjaft e privilegjuar të kem miq, sepse klientët tashmë kthehen në miq të mi dhe vërtet është një kënaqësi dhe një ndjesi e paimagjinuar. Kaleshi Center from Albania, Mrs. Anila Kaleshi, President, and Mrs. Liliana Kaleshi, Owner.
Kaleshi Center from Albania, receiving the International Quality Crown Award 2010 here in London, is Mrs. Anila Kaleshi, President, and Mrs. Liliana Kaleshi, owner of Kaleshi Center from Albania. Trupi është një dhuratë supreme që duhet mbrojtur dhe respektuar. Me këtë këshillu drejtohet lexuesve Anila Kaleshi në librin e saj Si të dobësohemi, një manual që jo thjesht je formula se si ta mbajmë trupin në formë duke parandaluar obezitetin apo celulitin, por na kujton se të ushqyerit është një mënyrë jetese. Libri ofron dieta sipas grupeve të gjakut apo tipave të trupave. Në këtë libër gjenden vërtet gjëra shumë të rëndësishme për ne, duke të filluar që nga masa trupore, koeficientet e masës trupore, masës diamore, parametrat kryesorë që duhen te karbohidratet, proteinat, yndyrnat, vitaminat dhe mineralet e duhura për trupin. Gjithashtu njohjen e formave trupore. Në fakt, sfundën e kam marrë nga personat mbi peshë, pasi po të shikojmë statistikat janë vërtet alarmante. Obeziteti është sëmundja e shekullit tashmë. Rreth 1.5 bilion njerëz në vit vuajnë nga mbipesha dhe ndërto 200 milion persona meshkuj vuajnë nga obeziteti dhe 300 milion femra. Problemi më i madh sot është kequshqyerja, që nuk lidhet aq shumë me sasinë, sesa me cilësinë e asaj që konsumohet. Është shumë e rëndësishme për të përzgjedhur ushqimin, vetëm në këtë mënyrë do arrijmë të kemi një trup të shëndetshëm. Kur themi për të shëndetshëm nuk bëhet fjalë vetëm për mbi peshën apo nën peshën, por një trup i shëndetshëm larg sëmundjeve, një sistem imunitar të fuqishëm për të përballuar dhe sëmundjeve ndoshta edhe më të vështira. Ai është një libër që ka këshilla të mjaftueshme për çdo nga ne, pse jo edhe për persona që kanë një trup forma perfekte trupore, sepse atje mund të shikosh mjaft mirë të gjitha vlerat ushqimore të produkteve të ndryshme, karbohidratet, vitaminat, proteinat, yndyrnat, pse jo edhe në një fazë të fundit të gjitha dietat për persona për të ardhur në ndihmë personave të cilët kanë probleme me bipeshën dhe kërkojnë të gjejnë një zgjidhje, por ato dieta gjithmonë duhet të jenë të rekomanduara, të shoqëruara nga një analizë personale. Sepse kështu do të jemi të shëndetshëm, do kemi trauma të fuqishme pas dietës edhe nuk do të kishin dhe kaq shumë shije këto kilogramët e humbur. Anil, unë të falenderoj. Të falenderoj. Përgëzoj shumë për punën edhe për gjithë njerëzit që ke ndihmuar me profesionalizmin tënd. Si të dobësohemi është në studio autori Anila Kaleshi. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Anila, faleminderit që je tek ne. Mirëmëngjes. Çfarë na tundon rezulton diku e keqe në një aspekt tjetër. Por ushqimi vërtet ne bëhet fjalë për personat mbi peshë dhe obez në fakt, sepse janë me fat persona që kanë një trup të rregullt, një metabolizëm shumë të mirë dhe nuk kanë probleme me ushqimin. Megjithatë mendoj se edhe ato janë të kujdesshëm në përzgjedhjen e ushqimit, pasi nuk mendoj se ka persona të cilët nuk mund të preken nga mbipesha apo obeziteti. Unë sot marë për zonjën Anila. Po. Sa kile mbi peshje? Jo, jam mam. Je nën, okay. Jam mam, vetëm dua ta falenderoj për shpirt madhësinë që ka. Sinqerisht, unë kam qenë shumë në nevojë një moment, ja kam sqaruar se si e kisha problemin. Ajo më ka bërë një, mund të them me gjithë shpirt, një mrekulli si nga gjendja shpirtërore ashtu edhe nga gjendja ekonomike për mua. Dua sinqerisht Kozeta ta përqafoj sepse në ditët e sotshme është shumë e vështirë të keni zemër aq të madhe sa ka Anila. Sinqerisht. Varet se çfarë dietë përdor. Mund të ketë dietë e cila mund të mbasi lëngje, mund të ketë dietë e cila mund të mbasi muskujt. Prandaj duhet një analizë e personalizuar për para ku ka më shumë. Në përgjithësi do këshilloja që të ruaj masa muskulare. Do ishte gjëja më e mirë që të përdorej një dietë që masa muskulare të mos kishte rënien e masës muskulare. Në vetvete asnjë person nuk do donte që pas një rënien e peshë të ishte një mish një person i qullur, pa forcë, pa jetë, por natyrisht të gjithë do donim të ishim energjik, trupi të ishte i tonifikuar, të kishte një masë muskulare shumë të mirë. Për këtë është edhe arsyeja pse duhet të përzgjedhim në dieta.